Përshëndetje të gjithëve, jemi në këtë lexim të letrave, ku do e merrni një mesazh të cilin keni me bo përzgjedhjen e një letre, letra e parë edhe letra e dytë. Çka keni me marrë këtë mesazh është diçka që juve nuk po ja u thot kërkush hiç. Një mesazh, një këshill, një situatë të vetja juaj, një pengesë, një bllokim që ju jeni tu e injoru. Është aty, po ju nuk jeni ka doni me pa. Një frikë, një refuzim, të cilën ju po e injoroni, edhe nuk është t'ja u thonë kërkush hiç. E unë du m'ja thonë sot. Kështu që zgjallni një letër, edhe vazhdojmë. Atëherë këtu janë letrat. Në qoftë se keni zgjedh letrën e parë, edhe në qoftë se keni zgjedh letrën e dytë, tash vazhdojmë me leximin. Nëse keni zgjedh letrën e parë, mesazhi për juve është: juve duhet me pas një balancë në jetën e juaj. Ju jeni një person që i kontrolloni shumë mirë emocionet e juaja, por ju aq mirë i kontrolloni sa që i mani ato veç mbrana vetes. Në realitet, ose në jetën e përditshme, shumë person i qetë, ama brenda vetes i mbani krejt ato bllokimet, stresin, domethënë nuk e shfaqni ato. Edhe ju e dini që në shumicën e situatave është koha që me u largu, për shembull prej një situate që nuk vyn mo, nuk të duhet ajo, t'ja larrin aty, ose ti e din që është koha me bo një ndryshim, po ti prap nuk e bën. Edhe pse je shumë i vetëdijshëm që duhet me vazhdu tutje, ti rrin apet në qatë situatë të kalume, ose kthehesh në të kalumen, në situata që i ki përjetu dikur, edhe pse e din shumë mirë që nuk janë të mira për ty. Tana, çto te kjo pjesa e emocioneve është që ti duhet me u konektu me njerëz, duhet puna në ekip, me tjerët, mi shpreh ato, pa kënaqësitë e tua, të mirat, të këqijat, qysh ti je tu e ndje veten, kaniherë është mirë mi tregu edhe tjerve. Është mirë kaniherë me shpreh ato, jo me mbajt veç brenda vetes. Domethënë me gjetë një balancë te energjia jote, që mi balancu çto situatat e tua që t'kan ndodh, ose që po të ndodhin, edhe me vazhdu tutje. Në të shumtën e rasteve, ti menon që je veç vet, ama realisht, kur ja nis mu shpreh, ki me kuptu që edhe njerëz rreth teje ndihen pak a shumë si ti, edhe aty ki me gjet atë përkrahjen edhe mbështetjen. Aty ki me kuptu që është mirë me fol edhe është mirë me u shpreh
edhe aty kemi gjetë njerëz që janë situata njëjta me ty, kështu që keni me te I kalu ato bashk. Nëse e keni zgjedh letrën e dytë, atëherë ky lexim është për juve. Mesazhi për ty është që nëse je të punuar me një projekt ose je me një lidhje, ti e din shumë mirë që nuk je tu e jep maksimumin, ose realisht nuk je tu bo aq sa duhet me bo, për me mbajt qatë lidhje ma të sigurt, ose nëse se je tu e bo një projekt, nuk je tu e jep maksimumin. Kështu që fokusohu te çdo pjesë pak ma shumë. Gjithashtu, marrëdhëniet e tua me njerëzit, edhe në dashuri, edhe në familje, edhe në shoqni, nuk I ki mo raportet e njëjta. Nuk je t'njejtat valë. Nuk je mo qysh je kon. Ka ndodhur shumë ndryshime, edhe mo nuk po përputhesh me njerëzit rreth teje. Kjo ka ndodhur si pasojë që njerëzit rreth teje kanë jep shumë konfuzione, edhe ti ke bo shumë zgjedhje të shpejta, nuk e ke mendu hiq, veç ke zgjedh. Ke menu se je tu fitu shumë, ama në fakt s'është që ke fitu. T'kan jep njerëzit shumë premtime, edhe si kan marrit qato premtime hiq, veç fjalë t'kota, vetëm, domethënë veç mashtrime. Kisha mujt me quajt mashtrim, edhe mësimi për ty është që mos me besu aq let. Veç fjalë, po mi besu kur ti sheh veprat. Deri tash leximi yt u kon shumë I lidhur me atë ndjenjen sikur je në iluzion, si tu e dit mirë çfarë ka ndodh, njerëzit nuk janë shumë t'sinqert me ty, edhe ti duhet me çu pi gjumit, ti duhet me u kfill. Kështu që për ty edhe një letër tjetër ekstra është kjo. Pa marrë parasysh se qysh jon kon senet në të kalumen. Mo nuk janë. Nëse të kalumen jon kon senet shumë mirë, raportet shumë mirë, mo nuk janë. Vazhdo tutje edhe krijo raporte t'reja, edhe puno ma shumë. Nëse don me arrit një qëllim, puno në qato qëllime që di ki. Besoj që ky lexim ka rezonu me juve, lani një koment nëse e keni ndjej këtë energji, e nëse jo, prit një video të tjera.